Me iniciativën e nënkryetarit të KDTP-s, Enis Kervan, kryetari i Departamentit të Kardiologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Izmirit, profesor Dr. Ylker Gül, së bashku me ekipin e tij të mjekëve po ofrojnë shërbime vullnetare shëndetësore në fushën e kardiologjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit dhe po kontribuojnë në zhvillimin profesional të mjekëve vendor. Sot ishe në Spitalin e Prizrenit Enis Kervan, nga Tika Zonja Fulja Arslan, koordinatore e zyrës në Prishtinë, ministri Fikrim Damka, konsuli i përgjithshëm i Republikës së Turqisë në Prizren Xhelal Dogan, pastaj kanë takuar menaxhmentin e spitalit ku janë pritur nga drejtoresha Narciza Rënliu Hoxhaj dhe zëvendës drejtori i Spitalit Prizrenit Dr. Hasan Azuralxhiu. Fillimisht për këtë takim dhe me këtë rast për bashkëpunim ka folur ministri Fikrim Damka, i cili tha se falë iniciativës së Enis Kervan, këtu tashmë janë mjek nga Turqia që po ndihmojnë qytetarët e Prizrenit në operime dhe trajtime të kardiologjisë. Jemi këtu të shikojmë në vend, 2 ditë është të bërë operacionet në zemër. Kemi një bashkëpunim falë deputetit tonë edhe Tikës, cilët e kam përkrahje. Prej Izmirit janë 2 doktorë këtu për kardiologji. Dje edhe sot e kanë kryer disa operimet edhe disa intervenimet në zemër. Këtu janë për me ndihmu edhe Prizrenin edhe doktorat tonat, cili do t'je pjesa e këtë edukimit. Do të vazhdohet ky bashkëpunim me Universitetin e Izmirit Çelebi, Universitet Çelebi, dhe bashkëpunim me Tikën dhe Ministrin e Shëndetësisë me Spitalin e Prizrenit. Falë këtij projektit, besojmë se shumë shpejt do të avancohet edhe kardiologjia në Prizren, cili është e domosdoshme për shëndetin edhe shëndetësinë e Prizrenit edhe në Kosovë. Kurse Enis Kervan tha se jemi duke punuar në këtë drejtim tash një vit, dhe padyshim se doktori është për herë të dytë këtu dhe falë angazhimit të Tikës, këtë herë jemi këtu dhe janë me mjetët që i kemi në bashkëpunim me spitalin dhe me fakultetin nga Izmiri. Ideja ka qenë edhe qëllimi im shërbim qytetarëve, Prizrenit, spitalit, dhe ofer 1 vjet jem të punu për këtë. Për herë dytë është profesor Ilkeri këtu në Prizren në spital të shërbë, po kësaj radhe e ndryshum pak, pat një bashkëpunim vullnetare, shoqërore, bonëm një marrëveshje protokolare, edhe në fala Tikës, kësaj radhe këtu janë mjekët. Kemi bërë me SHSQ dhe spitalin një bashkëpunim edhe Universitetin nga Izmiri një bashkëpunim protokolare, edhe tani mjekët janë këtu. Profesor Doktor Ilkeri është kryetari Departamentit Fakultetit Mjekësisë në Universitetin Bakërçaj të Izmirit, është një personalitet ndërkombëtar, edhe mendojmë që kemi shërbu edhe qytetarëve, por edhe shkëmbimi i provojave ndër profesionistëve mjekëve në Departamentin e Kardiologjisë, dhe besoj që edhe stafi Spitalit Prizrenit, por edhe më gjerë, do të vizitojnë edhe ata Turqinë, edhe këto shkëmbime provojave, trajnime profesionale të mjekëve, do të vazhdojnë edhe tash tutje. Kësaj radhe dhe falenderoj edhe Tikën që financiarisht ka përkrah mjekët të jenë këtu në Prizren, dhe shpresoj që do të vazhdojnë për qytetarët tonë punimet tonë. Drejsa zonja Fulja Arslan, si tha e dini dhe ju se nga viti 2004 jemi në Kosovë dhe deri më tani kemi realizuar shumë projekte si në bujqësi, arsim, kultur dhe të tjera. Biz bildiğiniz üzere TİKA olarak 2004 yılından beri Kosova'dayız ve birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Por një prioritet i ynë në Kosovë është edhe shëndetësia, që është ndër më të theksuara, ku deri më tani kemi realizuar mbi 40 projekte shëndetësore, që tash edhe ky sodit, sepse siç e dini, përveç mjeteve teknike, në disa raste të komplikuara duhet një përvojë mjekësore dhe vizita të tilla me doktor, siç është ajo sot në Spitalin e Prizrenit, krijon një bashkëpunimi për mjekët nga Kosova, që ne kemi përkrahur gjithmonë në kuadër të mundësive tona, ka theksuar ajo. Donanımların da bir tarafı eksik kalıyor. Bu amaçla Bakırçay Üniversitesi'nden gelen uzman doktorlarımız pastaj bashkarisht i kanë vizituar disa nga pacientët e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren.